Tani do të shkojmë në selinë e Partisë Demokratike, aty ku ndodhet gazetarja e Vision Plus Olta Blaceri. Olta, përshëndetje. Partia Demokratike ka njoftuar protestën e parë për zgjedhjet në ditën e samitit të Komunitetit Politik Evropian, por çfarë pritet të ndodhë me riorganizimin e opozitës pas humbjes së thellë? Deri më tani që ne flasim me vetëm gjë që dihet në aksionin e opozitës është protesta e së premtes dhe betejë e opozitës për të faktuar çdo parregullësi për të informuar ndërkombëtarët. Në këtë moment që ne flasim ende vazhdon të jetë e ecshme situata në PKZ, kryesisht në 6 qarqe të vendit për të parë se cilët kandidat të listës hapur do të bëhen deputet. Tashmë që numërimi brenda vendit ka përfunduar, ne mund të themi që në 6 qarqe nuk ka garë për kandidatët e Partisë Demokratike në listën e hapur. Pasi në Gjirokastër, në Berat dhe në Dibër do të hyjnë vetëm kandidatët e listës së mbyllur, kaq mandate ka marrë Partia Demokratike. Në Vlorë nuk hyn dot as kandidati i 4 në listën e mbyllur Artirt Hoxha. Në Fier nuk hyn dot Eduard Sharka, i cili ishte i 5, por Partia Demokratike ka marrë vetëm 4. Në Elbasan nuk hyn dot Aurel Bylukbashi, i cili sërish ishte i 5 dhe Partia Demokratike ka fituar vetëm 4 mandate. Garka në Kukës, ku në fakt deri në këtë moment që ne flasim, edhe se ka përfunduar numërimi i votave brenda vendi, Shkëlqim Sheu është i pari, Yusuf Çelaj është i dyti, por pritet të shohim votën e diasporës nëse do ndryshoj gjë, se cili prej të dyve do të hyjë në parlament. Në Shkodër, Partia Demokratike ka fituar 1 mandat më shumë se lista e mbyllur, 5 nga 4 që ka e mbyllur, e në garë duke se janë Bart Spahia, deri në këtë moment e mi votuar, i 8 Kopliku. Megjithatë, deri në përfundim të votave të kandidatëve, situata mund të ndryshojë. Në Lezhë, ku aktualisht Partia Demokratike ka 4 mandate, 2 më të votuarit janë Gjingjoni dhe Aleksandër Lala. Në Durrës, Partia Demokratike ka fituar 6 mandate, 5 i përkasin listës së mbyllur. Në garë për 1 vend janë deri më tani më i votuari është Arjan Loj, por i dyti renditet Aulon Kalaja. Partia Demokratike ka një garë të ecshme, duhet thënë, në Tiranë. Ka një pritshmëri të Partisë Demokratike që me votat e diasporës mund t'ja marrë një mandat agron Shehajt të shkojë 14, por nëse situata qëndron kështu me 13 mandate, në garë është Ilir Ali Mehmeti, i cili është i pari, dhe Jorita Tabaku, e cila është e dyta. Këto janë qarqet ku Partia Demokratike ka garë, më falni Harova Korçën, ka garë edhe në Korçë. Pasi Partia Demokratike ka fituar 4 mandate, 3 janë në listën e mbyllur. Sipas numërimit të votave deri tani që duhet thënë që mund të ndryshojë, e para në Korçë është Jorita Mazelli dhe i dyti është Fidel Kreka. Këta janë kandidatë në fakt në 6 qarqe të vendit që presin edhe numërimin e votave për kandidatët për të kuptuar nëse do të hyjnë apo jo në parlament. Ndërsa në 6 qarqet e tjera, gara është mbyllur në momentin që ka përfunduar numërimi i votave për partitë politike. Të falenderoj Olta për të gjitha informacionet e drejtë për drejta. Ne tani do të vijojmë me të tjera zhvillime.